tale, mund të them lirisht, më thonë mungesa e zotit Kurti, qof para mediave në prononcime, qof në intervista tek mediat vendore, sidomos, por në anën tjetër pastaj kemi edhe këtë bartin e kësaj narratives kundër mediave dhe gazetarëve, jo vetëm brenda politikës, sepse brenda politikës ne edhe mund ta durojmë, edhe mund ta bëjmë pak më lehtë. Është normale, jemi mësu, e thash jam tash 21 vjet këtë punë, nuk është se gjithmonë ka qenë lehtë, por megjithatë jemi mësu të kemi këto probleme direkt vetëm me politikanët, me liderët. Tash lëvizja vendosur në një farë ka arritë që këtë narrativen kundër mediave, kundër gazetarëve ta bartë edhe tek qytetarët, normalisht u kanë ndiku pastaj edhe rrjetet sociale shumë çka. Dhe tani në një farë presioni, problemet, kërcënimet, fjalët ndoshta që shpeshherë janë jo lehtë të kapërdishme për ne, tash vijnë edhe nga qytetarët e rëndëm, cilët e kanë mundësinë përmes rrjeteve sociale, të cilat vrehen në rrjetet sociale domos. Gjeni tash po kaloj tek kjo. Si e pat mungesën e limajt në këtë takim të ftuar nga presidentja? Unë besoj që zoti Gjoci shpjegoj mjaftueshëm edhe mirë këtë çështje. Presidentja megjithatë duhet të mbahet një kornizë ligjore përveç asaj politike. Ju e dini edhe fillimisht që zoti Limaj nuk na ka thënë as mirupafshim kur ka ikur, do thotë prej koalicionit, që ka qenë një ikje absurde, pa kuptimt dhe e parsyetueshme. Po kjo është çështja e tij dhe tani duhet i bartë këto pasojat dhe efektet juridike që dalin nga ky koalicion, sepse bartës i këtij koalicioni dhe kandidat ka qenë për kryeministër Ramush Haradinaj. Dhe besoj që efektet juridike do të jenë edhe në të ardhmen me pasoja ndoshta edhe financiare e tjera, të cilat duhet t'i shqyrtoj ose do t'ishte dashur që t'i shqyrtoj paraprakisht. Sepse kur bën koalicion me dikë, kur lidhesh në kontratë edhe të martesës, nuk është se divorci kalon pa pasoja. Kështu që edhe këtu, megjithatë, një koalicion kur bëhet është përveç një bes burri, le ta quajmë ashtu, është me të vërtetë një kontratë mes dy subjekteve politike, të cilat përveç efekteve politike i kanë edhe efektet juridike përmbrapa. Kështu që nuk e shoh që duhet ta komentojmë më shumë se kaq, është njëra prej efekteve në këtë rast dhe presim për tjerat. Derisa Gjoci ndalemi pak edhe të propozimi i LDK-s, pra aty me njëherë pasi që Abdiqiku prononcua, u le të nënkuptoj që kanë diskutuar edhe rreth propozimit për një qeveri gjithëpërfshirëse. Tashmë po e shoh që Lidhja Demokratike e Kosovës pas ka mbajtur një mbledhje me njëherë pas këtij takimi dhe pas ka dalë me një komunikat. Si e shihni ju Gjoci këtë? Unë prap po e them, ndoshta ideja e LDK-s mund të jetë ndër më të mirat që ne e shohim në këtë çfarë po dëgjojmë, po shohim gjithë këto kohë prej kurse e kemi bllokadën, por prap e keqja e kësaj ideje është një farë forme pamundësia për të realizuar në terren, në praktik. Në anën tjetër do të ishte edhe po të bëhej avërdita, unë kam përshtypjen që do ishte goxha problematike si qeverisje, duke pas parasysh kohën shumë të shkurt. Kuj do t'i takonte më shumë të kishte ministri, kush do t'ishte kryeministër, këto janë gjitha pikpyetjet kur e kemi pa një propozim t'tillë. Ne kemi pas njëherë qeveri gjithëpërfshirëse në fillim në vitet e pas luftës, por ta kemi parasysh që atëherë kanë qenë ndërkombëtarët, ata që në një forme i kanë drejtuar gjërat dhe normalisht kemi pas edhe lider tjerë që kanë drejtuar partitë që i kemi sot. Dhe ndoshta edhe kjo ka ndiku jo të gjithë, sepse zotëria Haradinaj ka qenë edhe atëherë, por tek PDK-ja, tek LDK-ja kemi pas lider tjerë dhe ndoshta edhe kjo ka bërë që atëherë të jetë komplet ndryshe gjithë kjo. Edhe kjo nuk po them se është ide e keqe, në kuptimin, po them me parë të asaj çfarë ne shohim nga ajo çfarë kërkon LDK-ja, është ide e mirë. Biles, nëse kemi kështu, nëse e shohim tamam, ndoshta do ishte ide fantastike, sikur kishte një vullnet politik që partit të krijojnë një qeveri të tillë vetëm për një vit, apo për 6 muaj, apo 9 muaj, sa i bie tjetë. Ndoshta edhe për më gjatë, duke vendosur, po them, një listë të temave të cilat ata duhet patjetër t'i përfundojnë bashkë, siç është, sidomos kur bëhet fjalë për dialogun me Serbinë. Pas parasysh që shpeshherë edhe këtu kjo lufta politike, po e quaj në thonjza mes partive,
shpesherë ndoshta edhe kjo blokadë mendoj se lidhet pak a shumë edhe me